Pse nuk ka ndikim pozitiv kjo edhe nuk e ul evazionin fiskal, se qëllimi është siç po duket me ul evazionin fiskal. Transaksionet me persona fizik kërkohet me pas transfer vetëm në rastet kur paraqiten rrezik për shpërndarje paras, ku mundet me pas ndaj qëllim kur ka transaksione për patundshmëri e tjerë. Pra, konsumi fizik mundet me kalu qoftë me një transakcion vetëm 2.000-3.000 euro dhe nuk ka kurfar impakti tatimor, nuk e rrit as nuk e stimulon rritje tatimore. Duhet me marrë shembullin ku ka ndikim negativ edhe pse është i ngutshëm ky vendim. Na po lëvdohemi dhe po thojmë që tregu kryesor dhe qarkullimi kryesor i paras në Kosovë na vjen nga mërgata, nga diaspora. Nëse një familje vjen në Kosovë për pushime, zakonisht na e dim se familjarët tonë kur vinë për pushime vinë edhe për investime. Edhe nëse tu më marrni shembull shumë thjesht, po shkoj me investu me ble një televizion. Ai televizion e pas ka çmimin mbi 2.000 euro, po deshka me shku gërveçari me hap një llogari bankare në Kosovë, me bëni transfer për me pas drejt me ble atë televizion. Ose me thjeshtu hala ma shumë. Shitsin këtë rast cili do shohtaj, mos me pas të drejt me ja pranu paret klientit final 2.000 euro për shkak se ai nuk ka llogarit bankare rrjedhse të hapen në Kosovë. Është vendimi i pamatëm. Kjo ka me ndalu shpenzimin në Kosovë. Kjo tash ngrit panik te mërgata, i cili thotë nuk kam nevojë me marr parë me veti unë në Kosovë për shkak se plani jam që është për investime mu ka cenzuru. Unë nuk du me hap llogari bankare në Kosovë. Nuk kam nevojë me hap llogari bankare në Kosovë, pse duhet tash unë me marr parë me veti edhe me harxhu parën në pushim. Kjo ka me nal nivelin e shpenzimeve në Kosovë. T'jeni të sigurt, kemi përcjell statistikat, kemi më ndëgju prapë, ky është një vendim birokratik. Pse është birokratik? Kjo e vështirëson punën e administratës tatimore si implementuesi i këtij vendimi, ja vështirëson punën edhe biznesit, po edhe sektorit kontabilitetit. Për shkak se raportimet aktuale që i thojmë ne libri tregtar, libri shitjes, nuk raportohet me emër e me mbiemër në administratat tatimore. Raportohet si vlerës fizik, ku nuk shihet emri. Me një fjalë, shitsi nuk ka të drejtë me kërku mu si vlerës fizik identitetin për me mujt me fshik. Kjo zinxhiri që thash që nuk ka harmonizim ligjor, prek shumë hallka. Une nëse po deshna me investu bashkë me bashkëshorten time ne po e marr një shembull një dhomë xhumi, po deshka me shku dytë bashkë, edhe dytë me nda ato pare që mos me bë 2.000, po me nda 1.700 me 1.500 që me kry një transakcion blerjes. Kjo është banalitet, është i pamatëm, definitivisht është i pamatëm. Edhe unë shpresoj që do të rishiku këtë vendim ministri i Financave për shkak se e ndal ciklin e qarkullimit te parëve që na shumë i presim. I presim paret investive të mërgatës tonë.